ta merrni përgjigjen siç po e merrni, siç po e shikoni çdo ditë më shumë, çdo ditë më të vendosur, çdo ditë më të qartë në objektivat e tyre, çdo ditë janë atje për të kërkuar shëndet, për të kërkuar që kjo qeveri dhe kjo makutëri, kjo sjellje harbute duke shkel kushtetutën e Republikës Shqipërisë, duke shkel rregulloren e kuvendit, duke shkel interesin publik, duke shkel interesin e brezave të ardhshëm, e fëmijëve tanë të ndalojë, sepse do të shikoni atje në fakt portretin më signifikativ të protestave ndonjëherë në Shqipëri. Fëmijët, brezin e ardhshëm, ata fëmijë të pafajshëm që duan një Shqipëri më të mirë se ajo që është sot, duan një Shqipëri e cila patjetër të jetë antare e Bashkimit Evropian me standardet e Bashkimit Evropian dhe që investimin e vetë më strategjik e ka natyrën, mjedisin, trashëgiminë kulturore, trashëgiminë natyrore, sepse mbi të gjitha dhe para të gjithash jemi shqiptarë.